Një 46 vjeçar që furnizonte grupet kriminale me armë ka përfunduar në pranga. Ky është momenti kur policia e Tiranës arrestoi Altin Celamin, një ish ushtarak që sipas uniformave blu tashmë i shërbente organizatave kriminale. Përmes operacionit Gun Expert, efektivët mundën të sekuestronin një sasi shumë të madhe municioni luftarak, 4 pistoleta dhe pjesë të ndryshme armësh. Për të transportuar armët dhe municionet luftarake, ish ushtaraku kamuflohej duke përdorur mjetin e tij taksi. Nga pamjet e policisë, duket edhe momenti kur 46 vjeçarit i gjendet e pjesa e zinxhirit të xhupit një sasi kokaine. Por kjo nuk është hera e parë që Altin Celami arrestohet si i përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Ish ushtaraku përballet me akuzat për armbajtje pa leje, prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit dhe prodhim e shitje lëndësh narkotike.